Tirana u kthye sërish në qendër të një proteste masive, ku këtë herë pjesëmarrës së qytetarëve brenda vendit u bashkua edhe diaspora shqiptare e ardhur nga disa shtete europiane për të mbështetur atë që organizatorët e quajnë revolta 35 ditore. Sipas organizatorëve, autokolonat e emigrantëve janë nisur që një ditë më parë nga vende të ndryshme, ndërsa në hyrje të territorit shqiptar është raportuar edhe për kontrolle të shtuara nga autoritetet policore ndaj shtetasve që hynë në vend. Këto masa janë interpretuar nga përfaqësues të protestës si përpjekje për të kufizuar pjesëmarrjen e diasporës në tubim. Grumbullimi i protestuesve nisi në sheshin Skënderbej, ku qytetarët të grupmoshave të ndryshme u mblodhen në thirrje dhe pankarta kundër qeverisë. Më pas turma u zhvendosë në formarshimi drejt godinës së kryeministrisë. Në fokus të protestës mbeten kërkesat për dorëheqje të kryeministrit Edi Rama. Organizatorët kanë deklaruar se lëvizja nuk do të ndalet deri në përmbushjen e këtyre kërkesave, duke paralajmëruar vijimin e protestave dhe mobilizimin e qytetarëve në ditët në vijim. Tubimi i sotëm u cilësua prej tyre si një nga më të mëdhenj deri tani për shkak të pjesëmarrjes së shtuar nga diaspora dhe zgjerimit të mbështetjes në disa qytete të Europës.